Kam fillu në vitin 1980, do të thot në klubin e karatës Prishtina, në atë kohë të trajneri Ekrem Taraku, për çka i falenderoj edhe tani, Ismail Fazliu, Ragib Inaki, kështu me radhë. Pastaj gjatë rrugtimit tim kam kalu edhe në klube tjera, mirë po është interesant që frymëzim i asaj kohë ka qenë si të gjithë të tjerët, isha i ri, realisht isha në moshën 15 vjeçare, 14-15, kur kam fillu, por në atë kohë ishin ata filmat e mirë të Bruce Lee's dhe ka qenë realisht një kohë këtë ndryshe, në atë kohë tash kemi mbijetu, nuk ka qenë sikur se sot teknologjia, mirë për në atë kohë thjesht ma shumë jënë çmu njerëzit për forcën që e ka, nëse për gatishmërinë me u përballë me rreziqet se sa që jënë çmu për dituninë e tyne, apo ku diçka tjetër. Parasysh prandaj edhe ai ka qenë ai frymëzimi im, do thotë si fëmijë, ndërsa pas 9 viteve pastaj kam kalu në sporte tjera luftarake, gjithsesi kam kalu në full kontakt në atë kohë me trajnerin e mi njohur Aziz Aliun, cilin vërtet jo vetëm unë, po të gjithë sportistët e kanë idol për karjerën e tij, për dëbamat e tij, për rezultatet e tij, për prezantimin e tij në aspektin edhe kombëtar, po edhe sportiv. Kështu që pastaj kam filluar domethënë edhe me full kontakt, kam kaluar në kickbox edhe kështu me radhë, domethënë më ka shku një pjesë e madhe e jetës tu marrë vetëm me sporte luftarake, po tash nëse veç kalojmë te çështja e sigurisë, po edhe vetë sporti është siguri. Ju lutem, vetë sporti është siguri, për në atë kohën veçanti ka qenë siguri e llojit vetë, është kulturë, është edukat, po mbi të gjitha është edhe shëndet. Prandaj kam vazhdu, domethënë atë karrierën time pas sportit, kam dashur që thjesht mirën edhe me çështjet e sigurisë, kështu që në vitin 2002, domethënë në atë kohë isha duke udhëheq departamentin e sportit në kuadër të komunës së Fushë Kosovës, dhe për çudi më erdhi ideja që të kalojnë siguri dhe thjesht që nga viti 2002 deri më sot i përkas sektorit apo fushës sigurisë, për çka mendoj që jam duke u munduar me dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në veçanti në kuptimin e sigurisë nacionale, sepse mendoj që është edhe kuadër deficitar, po mendoj që Kosova ka nevojë sa ma shumë me investu edhe në siguri, po fillimisht në kuadrë, sepse me investu në siguri pa kuadrë, mendoj që është një hendek ato, dhe kështu që ka qenë thjesht ide imja, dëshirë, pasion që me vazhdu edhe në fushën e sigurisë, ku edhe tani, domethënë kam kalu prej policit të thjesht, deri sot jam profesor universitar, profesor në Fakultetin e Sigurisë Publike në Vushtre, ku mendoj që karrierën time do të përfundoj ato në mënyrë që thjesht të lajmë diçka edhe të shkruar, po të lajmë edhe kuadra tjera të sigurisë, sepse Kosova ma parë dhe ma shumë se çdo herë ka nevojë për siguri dhe kuadra të sigurisë. Kjo një rrumbullaksim kështu i... Po, patjetër. Po lëm një kohë, ndoshta t'ja kushtojmë pak sportit, me qenë se kanë kaluar shumë vite që jeni marrë me te, dhe normalisht pse jo të mos e dërgojmë një lloj mesazhi për trinjtë dhe trejat tona, që sporti është mbi të gjitha, siç e përmendet, shëndet. Dhe do të diskutojmë pak edhe ato kohë, me qenë se tashmë ka ndryshuar gjithçka, e përmendet teknologjinë, e përmendet ndoshta edhe jo vetëm shkenca ka përparuar, kanë dalë studime të reja e kështu me radhë, por gjithsesi sporti është sport. Si në atë kohë, si në këtë kohë, sporti është sport, aktiviteti është aktivitet, dhe mbi të gjitha pse të mos e diskutojmë pak a shumë se si ka rrjedh, apo të marrim pak më shumë detaje nga ajo kohë. E përmendet që nga të 10-tat që jeni pjesë, keni filluar me karatene, më pas edhe keni ndryshuar sporte në vazhdimsi. Po shihun, tash është një periudhë shumë e gjatë tash. Nuk mujna me rrumbullaksu, mirë, po shkojmë në vijatrash. Detaje, na duhen disa detaje, disa momente ndoshta më të rëndësishme të asaj kohe. Dhe pse jo, edhe sfidat, sepse ka qenë një kohë e vështirë më pas, që nga fundi i 80-tave, 90-tave, më pas edhe ka qenë jo shumë e mirë situata në Kosovë, kështu që edhe ajo vlen të diskutohet. Ato dashta me dalë që, domethënë, deri në vitin 1990, domethënë, realisht ka qenë autonomia në atë kohë e Kosovës, edhe kemi pas një lloj kompetence edhe ngara, po jemi njoftë edhe si sportist të asaj kohë, po thëmë, mos të keq kuptomi, të krajinës socialiste autonome të Kosovës, ku kam qenë edhe garus,
edhe realisht në atë kohë kam qenë kampion